A mendon se kjo kokëforci dhe kjo këmbgulje e Kurtit në kokëforcinë e vet është një nacionalizëm primitiv, katunar? Nuk e shoh ashtu, dhe unë besoj që një pjesë e madhe e votuesve në Kosovë nuk e shohin ashtu, sepse ai vazhdon të jetë ndërpolikanët më të votuar në Kosovë. Po, është e njëjta gjë që themi edhe për Shqipëni, sepse votuesit në Kosovë mendojnë si Kurti. Nacionalizëm primitiv, nuk shohin realitetin. Kosova dhe Shqipëria kanë përqindje më të lartë të mbështetjes pro-amerikanizmit. Po jemi para faktit. Amerika ka prej marrëdhëniet. Europa ka bo embargo. Lenet i çfarë flasim me fjalë. Jemi para një fakti që je një moment, më duket moment delikat, nuk e di si është. Jo, është moment delikat, padyshim. Është moment delikat dhe për shkak çfarë po ndodh në Amerikë dhe raportet e Amerikës. Dhe për shkak çfarë po ndodh rreth në përbotë, në Ukrainë, në Izrael. S'ka njëri vëmendje për Nuk ka njëri vëmendje për Kosovën dhe ne këtë e kemi vujt në 45-ën. Nuk ishte çështja e deshim në komunizmin se deshim kështu u ndan, këtu në ran edhe i herë ta bëjnë atë punë dhe mos ne të lajm durët. Pra nuk ditëm ta kapim trenin dhe ta shfrytëzojmë kur na erdhi rasti. Mendoj që kemi dështuar në këtë rast për një politikë kombëtare. Të paktën deri tani. Le të shpresojmë që integrimi i Shqipërisë në BE do jetë një lajm i mirë edhe për Kosovën.